Protesta e tretë kombëtare në radhë e thirrur më herët nga opozita dhe zhvilluar mbrëmjen e 20 shkurtit të kësaj të premteje ka bërë bashk qytetar nga të gjitha zonat e Shqipërisë. Në podiumin e fjalës u ngjitën përfaqësues të Partisë Demokratike dhe aktivistë të tjerë qytetar, duke kërkuar rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Edi Rama dhe kabinetit të tij qeveritar, duke e paralelizuar atë me rrëzimin e bustit të diktatorit komunist Enver Hoxha në 20 shkurtin e 1991. Gjatë fjalës së saj, deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku u ndal tek rrëzimi i shtatores së Enver Hoxhës, duke thënë se ajo ditë tregoi se të gjithë diktatorët bien. Sipas deputetes, edhe pas 35 vitesh, populli ndodhet në shesh përballë një autokrati të rilindur, ku sistemi i dikurshëm i dhunës është zëvendësuar me diktaturën e korrupsionit, ndërsa vijoi mëtej duke thënë se pasojat e korrupsionit në Shqipëri janë dramatike, ku industria dhe biznesi i vogël janë drejt falimentimit. Të dashur qytetar, në sistemet autokratike ekonomia është e para që falimenton. E mbasi ajo falimenton, autokratët kërkojnë që të mbijetojnë, të kapin drejtësinë, të kontrollojnë çdo institucion, të mos kenë mundësi që t'japin llogari. Kjo është betejë jonë, e kjo nuk është një betejë partijake. Kjo është një betejë për thelbin e Republikës, është një betejë për Shqipërinë e qytetarëve, jo të klientëve, për ekonominë e punës e jo të grabitjes e të favoreve, për drejtësinë e barabartë, jo për drejtësinë e të fortëve. Në këtë përvjetor ne duhet jemi më të fortë se kurrë, e duhet shohim njëri tjetrin në sy për diçka që është e qartë e të gjithë e dim. Brenda forcave tona opozitare ka pasur gjëra edhe që na kanë ndarë, ka pasur debate, ka pasur qasje të ndryshme, po sot duhet ta shohim njëri tjetrin me bindje të plotë e t'i themi që gjërat që na ndajnë nuk janë kurrë më të mëdha se ato që na bashkojnë. Nuk ka rrugë tjetër për Shqipërinë, përveç se bashkimit bashkë në një front të gjerë, politik, qytetar, social, të gjithë atyre që janë këtu e atyre që janë larguar. Nuk ka rrugë tjetër për të ndalë shpopullimi, nuk ka rrugë tjetër për të kthyer demokracinë, nuk ka rrugë tjetër për të shpëtuar Shqipërinë, nuk ka më kohë për të humbur asnjë ditë. Sot si 35 vite më parë na duhet guxim, na duhet besim, na duhet bashkim. Vetëm bashkë mund ta kthejmë lirinë, sepse autokratët bien, por Shqipëria është e përjetshme. Politologu i njohur Ermal Hasimja u bëri thirrje protestuesve që të bashkoheshin ashtu si 3 dekada më parë, të reagonin për ndërrimin e pushtetit, pasi ndryshimi mund të vijë nga vetë ata dhe jo nga palë të treta. Hasimja tha se edhe vetë socialistët ndihen të përdorur dhe të zhgënjur nga partia dhe ndaj është e nevojshme, sipas tij, që të sjellin ndryshime në qeveri. Të pandershmit shpresojmë që ne të shohim të njëri tjetrit të gjithë dallimet e mundshme dhe jo atë që na bashkon. Ata shpresojnë që ne të mendojmë se ky vend nuk bëhet më. Ata shpresojnë që ne të bëjmë gati valixhet dhe tikim. Ata shpresojnë që ne të mendojmë që jemi të gjithë të pandershëm njësoj si ata, ne të sheshit dhe ata të tenderave. Ata shpresojnë që të vrasin mbi gjitha shpresën. Por ka ende shpresë. Ka ende shpresë sepse prindërit shqiptar vazhdojnë në shumicën e tyre të mësojnë fëmijëve se çfarë është e drejta dhe e padrejta. Vazhdojnë të mësojnë fëmijëve të tyre se të vjedhësh është turp, siç shqiptarët ju kanë mësuar gjithmonë prindërve dhe siç disa nuk e dinë akoma në këtë vend. Ka shpresë sepse shumica e shqiptarëve e ndërtojnë dhe duan ta ndërtojnë jetën e tyre me djersën e ballit dhe jo me taksat e të tjerëve. Ka shpresë sepse ka mira sot socialistë të ndershëm që ndihen të zhgënjur dhe të përdorur nga vetë partia e tyre. Ka shpresë, sepse edhe në këto çaste që ne flasim, shumica e dormuzëve e këtyre policëve që janë këtu para nesh, presin nga ne. Kryetaria aktuale e PD-s në Shkodër, Elona Shkreli, mbajti fjalën e saj gjatë protestës së opozitës para kryeministrisë, ndërsa e cilsoi tubimin e kësaj të premteje një 20 shkurt të dytë për të rrëzuar nga detyra kryeministrin Edi Rama. Shkreli i bëri po ashtu një thirrje kryeministrit që të largohet vetë nga zyra nëse nuk do që shqiptarët ta shporrin nga atje me turp. Unë vi nga Shkodra e lirisë. Unë vi nga qyteti simbol i revoltave të para antikomuniste. Jam krenare, sepse vi nga qyteti ku demokracia ka lindur. Jam krenare, sepse Shkodra ka qenë e para gjithmonë në lëvizjet antikomuniste. Por fatkeqësisht, Shkodra sot është e grabitur. Është e grabitur nga një person i cili është një hajdut i certifikuar,
i pandehur nga SPAK, nga Benet Beci, i cili me bandat e krimit dhe parat e drogës grabiti Shkodrën, por Shkodra këtë nuk ja falë. Aktoria Raimonda Bulku ftoi pjesëmarrësit të sillnin në protestë frymën e 20 shkurtit të 91-shit, duke luftuar frikën në kërkim të lirisë për të bërë të mundur jetesën e bukur në Shqipëri, duke thënë se brezat e rinj meritojnë të kenë një jetesë më të mirë. Ku ne ishim të gjithë bashkangjitur me grevën heroike të studentëve tanë, bashkangjitur me ta, nuk patëm frikë. Luftuam kundër një ushtrie që nuk duhet haruar që ishte akoma Partia Komuniste në krye. Kishim një frymë të dashur qytetar, të gjithë bashk, hoqëm frikën, morëm guximin ton, sepse deshëm lirin, deshëm të rëzonim sistemin më të egër komunist që na kishte zamtuar dhe humbur lirin ton për shumë e shumë vite. Të dashur qytetar, dua të kujtoj atë frymë dhe të sjellim këtu sot, atë dëshirë për të jetuar bukur në Shqipërinë tonë të bukur, që na ka falur Perëndia të bukur, por ta bëjmë për jetët tona, për fëmijët tanë, për nipërit tanë, të kenë mundësi të jetojnë më mirë, sepse ju takon në vendin e tyre të bukur. Të kenë mundësi të punësohen këtu dhe të mos ikin, dhe mos braktisin këtë vend të bekuar. Opozita ka kërkuar largimin nga pushteti të kryeministrit Edi Rama dhe kabinetit të tij qeveritar pas aferave korruptive të zbuluara vitet e fundit.